Tentativa e përdhunimit të një vajze me aftësi të kufizuar në Kypselit të Greqisë për një 64 vjeçare shqiptar ka marrë një dimension të ri. Mediat greke raportojnë se vajza e tij ka thënë se ati e ka përdhunuar në moshën 7 vjeçare, ngjarje ndodhur në shtëpinë e tyre. Kur isha 7 vjeçe, babai më përdhunoi një herë në Shqipëri, kur të gjithë ishin larg shtëpisë. Nuk e denoncova kurrë, kisha frikë. Tani nuk kam të bëj fare me të. Patëm një grindje shumë të keqe, deklaron fillimisht ajo dhe vazhdon duke thënë: I thash shumë kohë më parë gjatë grindjes se më kishte abuzuar seksualisht, dhe se u përpoqte më çmete, se nuk di çfarë po them dhe se çfarë po nxjerr nga mendja. Vajza e mbati maksin që siç thot ajo, e përjetoi në duart të babait të saj si një sekret të ruajtur me kujdes për vite me radhë. Karakteristik, siç thot ajo, kur vendosi ta denonconte, pothuajse të gjithë në familje dhe rrethin e ngushtë i thyen shpinën. Doja ta denoncoja, por sepse siç më thanë, ishin kaluar vite dhe nuk do ta çonte askund dhe se nuk mund ta provoja tani. Nëna ime dinte se çfarë po bënte ai dhe nuk bëri asgjë për këtë. Nuk dua asnjë kontakt me asnjërin prej tyre. Ajo që më lëndoi më shumë ishte kur u përmenda vëllezërve dhe motrave të mia. Dhe ata mbajtën anën e tyre dhe që atëherë unë kam ndërprer kontaktet me ta, rrëfen ajo. 64 vjeçare është zhdukur, ndërsa policia po bën përpjekje për ta gjetur dhe arrestuar. Nëna 25 vjeçares me aftësi të kufizuara, Katerina Bejari, përshkroi momentin të rënditës që përjetoi kur me të hyrë në shtëpi pa burrin mbi vajzën e saj. Siç deklaron ajo kapi një tigan të madh dhe e goditi në kokë, duke u përpjekur ta shtynte dhe ta mbronte fëmijën e saj. Shkova në farmaci për të marrë syze dhe sapo hapa derën pasha të mbi fëmijën tim. Ai vrapon dhe fshihet në tualet dhe unë godas me gjëra. Më pas ai fillon të më godas, të më shaj me fraza të pakuptueshme dhe të godas vajzën time, u shpreh ëma e sëres. Ekzaminimi mjekoligjor sipas saj tregoi se nuk ishte abuzim, një fakt që siç tha ajo nuk e priste. Mediat greke kanë publikuar edhe pamje kur shqiptari hyn në shtëpinë e 25 vjeçares, se kësa ëma kësaj të fundit nuk ndodhi në banesë në ato momente. Ai ishte një person i besuar për familjen pasi ndihmonte për blerje, ndërsa me nënën e vajzës ishte një orë në kafenen e kishës.